djeve që jeni këtu në sallë. Mirë se keni ardhur takimin 282 të Këshillit Prokural Kosovës. Takim ky jashtëzakonshëm për shurtimin e kërkesës për lejm nga pozita ushtruese dhe detyrës së kryeprokurorit të shtetit zotit Besim Kelmendi. Ju njoftojmë se ftesja është dërguar edhe ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit zoti Besim Kelmendi, por pas komunikimit që pata përmes telefonit sot me të, zoti Kelmendi më ka njoftuar se nuk do të ketë mundësi të jetë prezent dhe as të kyçet përmes platformës online sepse është në një udhtim jashtë vendit dhe nuk ka mundësi të ketë qasje. Andaj edhe me pajtimin e tij kjo konstatohet në proces verbal. Të nderuar anëtarë të Këshillit, me lejoni fillimisht të konstatoj quorumin. Konstatohet se prezent jemi 6 anëtar. Po ashtu konstatohet proces verbal se 3 anëtar, edhe pse janë ftuar në mënyrë të rregullt dhe në mënyrë të njëjtë sikur sa anëtarë të tjerë, kanë njoftuar përmes emailit se nuk do të jenë prezent dhe nuk do të marrin pjesë. Të nderuar anëtarë të Këshillit, ju e keni marrë agjendën dhe materialin për këtë rand dite, për ditën e sotme. Kush është për? Kundër, abstenim, konstatohet se me 6 vota për, Këshilli Prokural miratoi ranin e ditës për këtë takim. Kalojnë në pikën e dytë. Ne sot e kemi pranuar kërkesën e zotit Besim Kelmendi për lejm nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Vetëm sigurona redaktofon nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Prandaj është thirrur edhe ky takim i jashtëzakonshëm. Meqenëse si ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit nuk është prezent, unë do ta lexoj kërkesën e tij për lejm nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Ai në letrën e tij ka shkruar kështu: Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokural, siç jeni ndjeni me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës AA numër 124/2025 të datës 16 dhjetor 2025, është anuluar vendimi i Këshillit Prokural të Kosovës KPK numër 1056/25 i datës 20/11/2025, ndërsa me aktvendimin e Gjykatës së Apelit A numër 1210/25 i datës 19/12/2025 është konfirmuar se çështja ngritur sipas padisë të Gjykatës Themelore të Prishtinës është çështje e gjykuar sipas aktgjykimit të mësipër në Gjykatën Supreme. Bazuar në vendimet të sipërcekura gjyqësore dhe në situatën e krijuar në Këshillin Prokural pas nxjerrjes së vendimit të anuluar nga Gjykata Supreme, përmes këtij emaili zyrtar u hap përcjell kërkesën time për të liruar nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, të cilën detyrë e kam ushtruar nga data 22 prill 2022. Përmes kësaj kërkese u rikujtoj edhe një herë juve dhe gjitha qytetarëve se unë nuk kam aplikuar fare për pozitën e kryeprokurorit të shtetit dhe se në asnjë rast nuk kam shpreh interesim për të marrë as pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Përkundazi, është kërkesa anëtarëve të Këshillit që unë ta pranoj këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe si rezultat i këtyre kërkesa me datë 22 prill 2022, në mënyrë unanime nga gjithë anëtarët e pranishëm të Këshillit jam caktuar si ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit. Andaj, pas analizimit të gjitha rrethana dhe situatës së krijuar në Këshillin Prokural dhe në veçanti pas nxjerrjes dhe shpalljes së aktgjykimit të Gjykatës Supreme AA numër 124/2025 të datës 16/12/2025, konsideroj se është arritur vendosja e lishmërisë dhe respektimi i standardeve ligjore të parashtruara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës të ligjet fuqi. Kjo arritje nuk është vetëm imja për gjithë individëve, shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtar të cilët kanë kërkuar respektimin e lishmërisë. Kërkesa ime për të liruar nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit të shtetit është një reflektim i vullnetit tim për të mbështetur reformën e sistemit prokural dhe për të kontribuar në përmirësimin e gjendjes së krijuar në Këshill. Andaj, shpresoj dhe besoj se gjithë ju anëtarët e Këshillit do gjeni forcën dhe vullnetin jo vetëm për të më aprovuar kërkesën time, por edhe për të krijuar kushte normale për funksionimin e sistemit prokural. Dhe krejt në fund, unë si prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit do të punoj me përkushtimin tim më të madh për të mirën e sistemit prokural, i pavarur, i paanshëm dhe me profesionalizëm, ashtu siç më ka vlerësuar Këshilli Prokural kur më ka propozuar për të marrë çmimin më të rëndësishëm karrierës time, çmimin me emrin e heroit kombëtar Sali Çekaj, se në ditën kur ky këshill më ka caktuar si ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit. Kjo është letra e adresuar sot të gjithë anëtarët e Këshillit. A ka kush diçka më shtu? Po, në profesor? Faleminderit, përshëndetje të nderuar kryesues, të nderuar anëtarë të Këshillit, të nderuar media, të nderuar të pranishëm.
Unë ndodhem këto sepse konsideroj që kemi momente të vështira të cilat kemi kaluar si Këshill Prokurorial dhe reflektimi, dialogu dhe bashkëpunimi jonë ndërsjellë, mendoj që është jashtëzakonisht i nevojshëm në mënyrë që ne përgjegjësitë tona të cilat i kemi marrë dhe para organeve të tjera t'ju ushtrojmë dhe qëndrimi im nuk është kundër askujt, por është në shërbim të stabilitetit, në shërbim të unitetit, me vetjen bindje që zgjidhjem zgjidhje të qëndrueshme. Fillimisht me lejoni të falenderoj ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit shtetit apo kryeprokurorin zotëri Besim Kelmendi për punën, për angazhimin, për konsistencën, natyrisht edhe për betejat e fituara karshi edhe këtij këshilli, pjesës së cilit jam unë. Deri sot pa rezervë e kam mbështetur. Për punën dhe rrugtimin tim të përbashkët 2 vjeçar me zotin Kelmendin, unë ruaj kujtimet të mira, ruaj angazhim institucional, ruaj vlera të përbashkëta në të mirë të sistemit prokurorial. Mendimet, diversitetin që kemi pasur këto në Këshill Prokurorial, e kemi shprehur me qëndrimet tona, me votën, madje edhe me daljen nga ky këshill pikërisht edhe unë, sepse kam menduar që vendimi ndaj tij nuk është i drejtë dhe nuk është në çështje meritore. Megjithatë, reflektimi i zotit Kelmendit më ktheu mua në këtë sallë. Në që ai tashmë i ka hapur rrugë edhe në emailin që kemi pranuar nga e reformës në drejtësi, unë konsideroj se jo vetëm reforma në drejtësi, jo vetëm sfidat të cilat ne ndodhemi, mund të kalohen vetëm me dialog, vetëm me diskutim, vetëm me qëndrimet tona të përbashkëta. Edhe një herë nderuar kryesues, unë falenderoj jashtëzakonisht shumë zotin Kelmendi edhe për veprimet e mëparshme, për edhe veprimin e tanishëm që ka bë, dhe unë jam këtu pikërisht se zoti Kelmendi ka kërkuar një gjë të tillë nga ne. Unë i uroj punë, i uroj shëndet, natyrisht që bashkërisht në të mirë sistemit, ajo është njëri nga ne, ajo është në mesin tonë, kështu që do të angazhojmë edhe me zotëri Kelmendin edhe në sfidat e ardhme të cilat e presin sistemi prokurorial. Këto e thash edhe për mediat, ky do të jetë qëndrimi im, sepse unë qëndroj këtu për dialog, për bashkëpunim dhe qëndrimet, mendimet tona këtu i kemi shprehë, kemi pas mundësinë. Kam qëndruar me zotëri Kelmendin, vazhdoj të qëndroj me zotëri Kelmendin dhe të tjerët të cilët mendoj që kanë të drejtë në çdo rrugtim ton të përbashkët. Faleminderit profesor. Kush tjetër? Jo, atëherë e hedh votim. Kush është për aprovimin e kërkesës së ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi të lirohet nga detyra? Kundër, abstenim, nuk ka. Atëherë konstatojmë se me 6 vota për aprovohet kërkesa për lejm nga detyra ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit zoti Besim Kelmendi, që në kuptohet se shfuqizohet edhe vendimi KPK numër 520/2022 datës 21 prill 2022, me të cilin zoti Kelmendi është caktuar ushtrues detyrës së kryeprokurorit shtetit. Konstatojmë se Këshilli Prokuror i Kosovës mori vendim që Besim Kelmendin ta lërojë nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit dhe vendimi hyn fuqi nga data e sotme, nga data 22/12/2025. Njëherë shprehim falënderimin ton sinqert dhe minjohen ton për zotin Kelmendi, prokurori i shtetit, për përkushtimin, profesionalizmin dhe përgjegjësinë e treguar gjatë ushtimit të detyrës së kryeprokurorit shtetit për më shumë se 3 vite apo afër 4 vite. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, me qenë se tani është pozita e lirë, atëherë shkojmë te pika e dytë, e hedh votim propozimin që zoti Agron Çalaj të ricaktohet përsëri ushtrues detyrë i kryeprokurorit shtetit deri në vendim tjetër të Këshillit Prokuror të Kosovës. Kush është për? 5 vota për, kundër? Kundër, një vot. Po mundesh. Faleminderit. Nderuar kryesues. Unë votoj kundër që zoti Çalaj të jetë kryeprokurori i shtetit për shkak kërkesave të mia që i kam bë në drejtim të zotit Çalajt që të mos ishte pjesë e Këshillit Prokurorial derisa të shqyrtohet çështja e zotrit Kelmendit. Kjo është arsyeja. Faleminderit. Faleminderit profesor. Atëherë konstatojmë se Këshilli Prokuror ricaktoi zotin Agron Çalaj në pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit deri në vendim tjetër që do të merret nga ky këshill. Vendimi hyn fuqi ditën e miratimit. Faleminderit. Të ndryshme nuk ka, atëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen me kaq takimi përfundon. Faleminderit.